Mjekët japin urdhër, mos i fusni në goje këto 6 ushqime nëse vuani nga gjëndra tiroide. Ajo që ha mund të ndikojë në gjendrën tuaj të tiroides, si dhe aftësinë e trupit tuaj për të përdorur hormonin tiroide. Mësoni cilat janë ushqimet që duhet të shmangni nëse doni të menaxhoni hipotiroidizmin. Hipotiroidizmi mund të jetë një gjendje ndërlikuar për tu menaxhuar, dhe ajo që hani mund të ndryhë gjithashtu edhe në trajtimin tuaj. Disa lëndë ushqyese ndikojnë shumë në mënyrën se si funksionon gjendra juaj tiroide, dhe disa ushqime mund të pengojnë aftësinë e trupit tuaj për të absorbuar hormonet zhvendësuese, të cilat mund të merrni si pjesë të trajtimit të gjendrës tiroide. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ashtu si me shumë kushte shëndetësore, disa faktorë të hipotiroidizmit mund të jenë jashtë kontrollit, duke përfshirë historinë tuaj familjare, kushtet shëndetësore, gjithashtu edhe mjedisin rreth jush. Disa dieta gjithashtu mund të luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e përkeqësimit të gjendrës suaj. Prandaj në këtë video sipas Healthy Line, do të rendisim ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj nëse doni të menaxhoni si duhet gjendrën tuaj tiroide dhe të mos shkaktojë gjithashtu lohatje të forta dhe problematike. Ushqimet me sheqer mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj të tiroides dhe të përkeqësojnë gjithashtu edhe shëndetin e saj. Nëse sheqeri është i rafinuar, ky ndryshon më tej në nivelin e glukozës në gjak. Nëse dëshironi të shmangni një sëmundje autoimune të tiroides, duhet të përmirësoni shëndetin e pankreasit dhe të mbani nivele adekuate të hormoneve. Pastaj të eliminoni gjithashtu edhe përbërësit që gjenden në dietën tuaj, siç është edhe sheqeri. Një tjetër produkt të cilën duhet të evitoni nga dieta juaj mund të jetë edhe kafeja. Nëse pini kafe mesatarisht është mirë, por nëse ajo konsumohet në sasi tepër të madhe, është mirë që të mos e fusni në gojë, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj imunitare kundër problemeve të tiroides. Tregoni të kujdesshëm me sasinë e kafeve që konsumoni vazhdimisht, pasi mund të nxisin edhe përkeqësimin e hormonit të tiroides dhe të shkaktojnë gjithashtu problematika të mëdha. Ekspertët këshillojnë që kafen të mos e konsumoni më shumë se sa duhet, sidomos edhe në rastin e problemeve të tiroides. Patatet e skuqura mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj shëndetësore kur bëhet fjala për tiroiden. Patatet e skuqura ose ndonjë ushqim tjetër i cili është i skuqur do të ndikojë shumë te gjendra e tiroides. Përveç veprimeve të drejtpërdrejta në trupin ton, ushqimet e skuqura gjithashtu mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe të krijojnë edhe komplikacione. Ushqimet e skuqura mund të ndikojnë negativisht në barnat tuaja edhe në sekretimin e hormoneve të tiroides. Gluteni gjithashtu mund të ndikojë në përkeqësimin e gjendrës suaj tiroide dhe të shkaktojë gjithashtu lohatje dhe probleme të njëpasnjëshme. Ky është një kërcënim shumë serioz për shëndetin e tiroides, sepse përmban një proteinë të quajtur gliadin. Kjo është ajo që tiroidja prodhon një substancë shumë të ngjashme me gliadin. Është ajo që konsumon ushqimet që përmbajnë gluten të tilla si buka, makaronat ose edhe ushqime të tjera me gluten që përmban në trupin tuaj mund të reagojnë nëpërmes sistemit imunitar, duke i shkatruar të dyja. Soja gjithashtu mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj të tiroides. Ju nuk jeni të detyruar të ndërprisni ngrënien e sojës, por duhet të konsumohet në mënyrë të moderuar. Por nëse vuani nga tiroidja dhe vendosni të hiqni dorë nga soja, ju duhet të bëni një zgjidhje inteligjente. Perimet cruciferos, lakra, lule lakra dhe brokoli janë të dobishme për shëndetin tuaj, por në disa raste mund të përkeqësojnë gjithashtu edhe shëndetin e tiroides. Do të ishte më e mira t'i shmangni ato në këto raste. Në fakt, ato ju dëmtojnë vetëm nëse dieta e tyre nuk është e balancuar mirë. Mos harroni, tiroidja është thelbësore për shëndetjen e përgjithshëm të trupit dhe kërkon gjithashtu një vëmendje të çmuar ndaj ushqimeve që konsumoni. Ushqimet e sojës. Prej kohësh ka pasur shqetësime mbi efektet e mundshme negative të disa përbërësve të sojës, të quajtura izoflavone,
që mund të kenë edhe në tiroide. Disa studiues besojnë se shumë sojë mund të rrisë rrezikun e një presioni të hipotiroidizmit. Nuk ka udhëzime specifike dietike, por tregoni të kujdesshëm nëse përfshini sojën në dietën tuaj. Gluteni që gjendet te buka dhe te makaronat në disa raste mund të ndikojë keq në çështjen tuaj imunitare. Një studim vuri në dukje se hipotiroidizmi dhe sëmundjet celiake janë shpesh të pranishme së bashku. Megjithatë, tregoni të kujdesshëm në gjendjen tuaj tiroide nëse merrni gluten, pasi në disa raste mund të ndikojë edhe në përkeçimin e imunitetit tuaj. Gjithashtu sigurohuni të flisni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Ushqimet yndyrore të tilla si gjalpi, mishi dhe të gjitha gjërat e skuqura mund të ndikojnë në përkeçimin e gjendrës tuaj tiroide, citon studimi. Ndaj tregoni të vëmendshëm ndaj konsumit të këtyre produkteve pasi mund të ndikojnë në përkeçimin e çështjes tuaj imunitare dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe komplikacione të njëpasnjëshme. Yndyrnat gjithashtu mund të ndryjnë në aftësinë e tiroides për të prodhuar hormonin gjithashtu. Disa profesionistë të kujdesit shëndetësor rekomandojnë që të hiqni dorë nga ushqimet me yndyrë të tilla si gjalpi, majoneza, margarina dhe pjesët të yndyrës së mishit, dhe t'i zvendësoni ato me produkte sa më natyrale për të evituar kështu edhe rëndimin e shëndetit kundër problemeve të tiroides. Ushqimet me sheqer të shtuar mund të jenë një armik i dëmshëm i shëndetit tuaj të tiroides. Hipotireoza e patrajtuar mund të shkaktojë ngadalësimin e metabolizmit. Kjo do të thotë se është e lehtë të shtoni disa produkte natyrale për t'i zvendësuar ushqimet me sheqer. Ushqimet e përpunuara dhe të ngrira në pako gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj të tiroides. Ushqimet e përpunuara kanë tendencën shumë të kenë natrium dhe njerëzit me hipotiroidizëm duhet të shmangin natriumin. Të kesh një tiroide jo aktive rrit rrezikun e një presioni për presion të lartë të gjakut dhe shumë natrium rrit edhe rrezikun e jetës suaj. Fibrat e tepërta nga fasulet, bishtaja dhe perimet gjithashtu mund të ndikojnë në çështjen tuaj të tiroides dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të rënda imunitare. Marrja e mjaftueshme e fibrës është e mirë për shëndetin, por më shumë se duhet të rëndojë gjithashtu edhe trajtimin e hipotiroidizmit. Nëse kaloni me një dietë të lartë, pyesni mjekun tuaj nëse keni nevojë për një dozë më të lartë të ilaçeve për tiroiden. Në dietën tuaj gjithashtu mund të ndikojë edhe në përkeçimin e gjendjes pirja e kafes së tepërt. Sipas një studimi, kafeina bllokon përthithjen e zvendësimit të hormonit tiroide. Njerëzit që marrin ilaçe për tiroiden me kafen e mëngjesit kishin nivele të pakontrollueshme të tiroides. Duhet të prisni të paktën 40 minuta pasi të keni marrë ilaçet përpara se të pini një filxhan kafe. Alkooli gjithashtu mund të përkeçojë shëndetin e tiroides dhe mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Konsumi i alkoolit mund të shkaktojë kërdisje në nivelin e hormoneve të tiroides, ashtu edhe në aftësinë e tiroides për të prodhuar hormone. Sipas studimeve, alkooli duhet të ketë efekt në toksinat e gjendrës tiroide dhe të shtypë aftësinë e trupit për të përdorur hormonin tiroide. Në mënyrë ideale, njerëzit me hipotiroidizëm duhet të heqin dorë plotësisht nga alkooli ose të pinë atë në mënyrë krejt të moderuar. Sipas Everyday Healthy, duhet të tregojeni të kujdesshëm me ushqimet që shtoni në dietën tuaj, pasi disa prej tyre mund të shkaktojë probleme të rënda të shëndetit tiroide. Kripa. Tiroidja ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Shumë njerëz në Amerikë marrin këtë element me dietë, zakonisht nëpërmjet peshku dhe produkteve të ndryshme të bulmetit. Sigurohuni që të përdorni kripën e ionizuar në shtëpi, mund ta kuptoni duke lexuar etiketën. Nëse keni rënje të niveleve të jodit në trup, konsultoni me mjekun për të përzgjedhur dietën e duhur, edhe të evitoni gjithashtu ushqimet që përkeçojnë shëndetin e tiroides dhe shkaktojnë luhati të forta kundër këtyre problemeve. Sigurohuni të konsumoni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj për të parandaluar kështu përkeçimet e shëndetit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.